Thot familja, dhe pavarësisht se çfarë thot Ylli Zalla, i cili ka kundërshtuar vrasjen në Rinas, po heqim fare këtë episod. Nuk është i rëndësishëm për rastin fjalë, po që ky është një personazh që mban arsenal të madh armësh, në çdo moment ka një depo dhe furnizon grupet kriminale në Shqipëri. Kjo është e vërtetuar nga burime të shumta në policinë e shtetit. Ylli Zalla hyn te personat me rrezikshmërinë më të lartë në Shqipëri. Furnizues i pafundëm me armë i grupeve kriminale. Tani, si mundet ky personazh të mos arrestohet dhe të ketë alibi? Familja thot, jo dua ta vras policia, jo ky s'ka qenë. Të dorëzohet dhe normalisht nuk kanë për të ngjitur pa fakte dhe pa prova një akuzë vrasje të cilën ai nuk e ka kryer, që pretendon se nuk e ka kryer. Dhe nuk po flasim për atë. Por fakti që ai vazhdon të jetë një furnizues i rregullt i çdo grupi kriminal me armë, dhe sa herë vetëm në 2 vitet e fundit janë gjetur arsenal pafund armësh. Kur themi armë, flasim për çfarë? Tritol? Kalashnikov, tritol, fishek të kalibrave të ndryshëm. Po si shë mundu që ky për kaq vitesh pas ka pasur mundësi të furnizojë grupe kriminale me armë të ka aftësi të veçanta? Është të toleruar? Çfarë dyshohet? I prodhon vetë? Vetë nuk i prodhon, ai gjen ka aksesin për të gjetur gjatë gjithë kohës këto armë, kështu që normalisht duhet mbaj përgjegjësi për ato që kryen, për veprimet që kryen. Ajo që unë e kuptova që në momentin e parë policia tha që dyshohet e tjerë kishte bërë disa kontrolle në banesën e tij për armë pas ngjarjes së Rinasit. Jo detyrimisht, çdo njeri e dyshon. Por që ky është një furnizues, të gjitha informacionet në policinë e shtetit janë që ai furnizon me armë grupe të shumta kriminale. Dhe kjo do të thotë, a ka ai një lidhje me Rinasin, edhe nëse nuk ka. A ka shitur armë gjatë gjithë këto kohë për të kryer krime grupet kriminale? Po ka shitur, i ka ndihmuar. Dhe kjo dyshohet dhe është e provuar nga informacionet që ka shërbimi policor. Se dështon Renea për Balltim? Po, ja pra personi që e ka parë Renean, është shumë i vështirë t'i kapësh sot, e kanë gjetur mënyrën. Dikush është roje permanente 24 orë larg vendit ku ti banon, për të parë vetëm po vjen policia apo jo. Po kjo është infrastrukturë, do para, si mundesh? Po normale prap. Kanë para ata sa për të vendosur dikën që ti shërbej edhe të ruaj policinë në 15 apo 20 kilometra. Prap kjo se justifikon dështimin? Jo, nuk mundesh ta kapësh, nëse është kjo strukturë. Normalisht duhet kesh tjetër operacion, duke ditur që ka vrojtues. Jo ky, që është një nivel i lartë brenda strukturave të krimit organizuar në Shqipëri, por dhe ai që vrau policin, po priste policinë ishte lajmëruar nga dikush. Pra forma që këta kanë filluar të ndjekin është se ai nuk ndodhet në një banesë në Tiranë, ku ti nuk mund ta mendosh nga mund vi policia. Ai ndodhet në një banesë në Fushkruj, ku policia do kaloj vetëm në një rrugë dhe sinjali do jepet për t'u larguar. Nuk mund ta kapësh në befasi. Ajo pastaj për të kryer një operacion super të saktë është që ti të jesh në dieni se kush është personi që po ruan dhe e lajmëron, të neutralizosh njëra atë, pastaj të hysh në banesën e tij për ta kapur. Kështu që është e pamundur me infrastrukturën që ata kanë. Se vërtet mund t'ja adresojmë, po infrastruktura e tyre është e lartë.